Rabbil Alamin wa afdalu salatu wa tamu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë të Madhit Allah xhalla shanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, ju xhamatlit të ndershëm pra që jeni prezent këtu në xhamin e Sebahut dhe gjithë ju vëllezër dhe motra që jeni duke na ndjekur përmes rrjeteve sociale, fillimisht më lejoni që të bëj lutje që Allahu xhaleshanu inshallah agjerimin ton kabull të na bën. Këto ditë të cilat i kemi kaluar inshallah të na i pranon dhe ditët të cilat na kanë ngelur inshallah na jep forcë që të mundemi edhe ato pra t'i kalojmë me agjerim, me ibadet, ashtu siç i ka hije një besimtari në muajin e bekuar Ramazan. Keni parasysh sot pra është e enjte, sot një javë ne kemi filluar agjerimin, me përfundimin e kësaj dite pra u plotësuan një javë. Do të thotë se koha shkon shumë shpejt, ndoshta na kujtohet si dje kur se ka qenë dita e parë, po ja pra kështu është edhe jeta e njeriut, por atë duhet mundohemi inshallah që aq sa të kemi mundësi ta shfrytëzojmë kohën në muajin e bekuar Ramazan. Vëllezër dhe motra të nderuara, pasi pra flasim ende për muajin e bekuar Ramazan, për agjerimin, është e rëndësishme dhe duhet realisht flasim edhe për atë se sa nivele, sa shkallë ka agjerimi. Keni parasysh, ju krejt besoj se një pjesë keni bërë kurse, po edhe ata që kanë marrë leje, krejt ajo është me nivele. A e ke ben, cen, den, do me thonë për vetur, për kamion, pastaj për autobus, e kështu me radhë. Edhe këtu kur keni ardhë, në fillim keni qenë me garancion, këta që janë pak më të vjetër, e pastaj e keni marrë pas një kohë vizën B, pastaj C, e pastaj shtetësin dikush. Do me thonë, ka nivele. Ka nivele. Edhe agjerimi realisht, nëse analizohet, do të shohim se edhe të agjerimi ka nivele, shkallë njerëzish. Çka do të them me këtë? Nuk janë të gjithë agjeruesit në të njëjtën shkallë. Si, ata po e kryejnë të njëjtin obligim nëse u përmbahen atyre rregullave, nuk kanë, nuk pinë, largohen nga çdo gjë tjetër që prish agjerimin. Po, në këtë drejtim janë barabartë se e kryejnë të gjithë, pra obligimin në atë kuptim se nuk obligohen të agjerojnë përsëri. Mirë po, në kuptim të sevapeve që arrihen në Ramazan, në kuptim të shpërblimeve që merren, në kuptim të ngritjes shpirtërore, aty nuk janë të njëjtë të gjithë. Këtu pra ka shkallë. Cila është shkalla e parë e agjeruesve? Shkalla e parë e agjeruesve është shkalla atyre të cilët largohen vetëm nga haja, pija dhe gjëra tjera që e prishin agjerimin. Do thot në aspektin teknik që themi ne, në aspektin juridik islam të sheriatit, çka e prish agjerimin, ata nuk e bojnë. As han, as pin, as cigare kanë, as gjëra tjera, krejt në këtë drejtim, pra çka ata i përmbahen asaj që kërkon agjerimin. Mirë po, nuk shkojnë më atje. Çka do të thotë kjo nuk shkojnë më atje? Do të thotë ai si në Ramazan, si pas Ramazanit, nuk e le përgojimin, që ti merr nga përgoj njerëzit, nuk e le të shamen, e kanë majet gjumos, nuk i le rrenat, nuk i le gënjeshat, kur gjë tjetër nuk le ai që ka bëj jashtë Ramazanit. Mbase besimtari vërtet, edhe jashtë Ramazanit nuk duhet t'i bëjë këto gjëra. Por ne tash flasim konkret për në Ramazan. Do të thotë, ai si ka qenë jashtë Ramazanit, transferohet
ka edhe në Ramazan, e vetmja gjë që bën është e çka, e vetmja gjë që bën është se tamam nuk pinë sabah ka pinë cigare kur ngrit për shembull ose kafe, e tash atë nuk e bën. Në rregull okay. Ama tim tër ditën është e tim. Edhe me i thonë dikush diçka për shembull të lenja se e ka zënë Ramazan. Edhe ai ma sjelljen e vet e tregon atë se e ka zënë Ramazan. E keni pa disa herë për shembull na për shtëpi, kur bërtitet ka pak, si zakonisht u thotë edhe nana fyve, lenja se baba Ramazani e ka kap. Nuk e ka ndes tër ditën sot. Edhe mesi se pretët e para punë cigaren të ndes. Do të thotë krejt gjëra që nuk kalon kur gjan. A ka agjeru? Tamam. Në atë aspekt se nuk ka hëngër, nuk ka pi, ai ka agjeru. Në kuptim të farzit, obligimin, në aspektin juridik e ka bë. Mirë po, në aspektin e ngritjes shpirtërore, në aspektin e pastrimit gjuhës, pastrimit syrit, pastrimit veshit, dorës e kështu me radhë, këtë pra ai nuk e ka bërë. Ky është niveli i parë më i ulët i agjerimit. A e kanë kryer farzin? Po, në aspektin teknik këto farzin e kanë kryer, kanë agjeru. Ai nuk duhet ta përsërisë agjerimin, se nuk ka hëngër, nuk ka pi, nuk ka kryer gjëra tjera që e prishin agjerimit. Prej msaku deri në iftar. Mirë po, nëse ka vazhdu me avazin që ka pas edhe para Ramazanit, se vapet i ka djek në këtë drejtim. Pra ka dal pas se vape prej asaj dite vetëm me farzin e kryer. Si o kjo vetëm me farzin e kryer, kjo është e kështu. Një shembull konkret ta tregojmë. Për shembull, dy persona ty të kanë borx. Nga ta zam 1000 franga. Edhe të dytë vin edhe ti kthej. Njëri, kur ta kthen borxhin, vjen edhe të thotë, të faleminderoj, më ke kry punë, më janë dasht, t'jam mirë njohës, nëse ti ke ndonjëherë nevoje, unë kam mundësi të të ndihmoj, je i mirë së ardhur, krejt do të thotë mënyrën me respektin më të madh. Edhe që urdhno paret që ti kam marrë. A ti kthej që paret? Ti kthej. Ta kthej borxhin. Këtë në rregull. Me respekt, me këtë në rregull. Ai tjetri, vjen një tjetër tash edhe ai ka një 1000 franga për shembull. Vjen edhe thotë ti merr edhe ja, ti gjun para kamve. Puna e madhe për ti, sa keti unë nuk kam marrë 1000 franga. Aman, thot njeri kush e ti sa këtë nuk, hit më ti pash asit, merje dhe hup më të qof më hiq. Pas ke qenë njeri i keq more, nuk ke prit edhe pak e nuk ke bë këtë e atë krejt. Tash, krija ta ka kthi borxhin. Po, edhe kiti la, ti gjur ti posh 1000 franga. Ama ato 1000 franga ti kthej ti. Mirë po si ti kthej, e këtu on pyetje, ti kthej mënyrën më të keqe të mundshme. Do me thonë me nervoz, me ofendime, me firje kështu me radhë. Ta shikoni ku dallimi. Të këta persona ta kanë kthi borxhin. Njëri ta ktheu me respektin më të madh, ai tjetri pa ta ktheu me ofendime. Tash ti ke marrë ato, edhe pse ti quaj ti poshtaj në tokë. A mund të shkosh ti thosh ti ato pare që mi ke borxh, e thot ti dhash unë pse? Ti gjuj ta poshtë. Do me thonë edhe gjuma ato borxh janë, ama janë gjumë me poshtë. Ta ka kthi, ama ta ka kthi në mënyrën më të keqe të mundshme. Shikoni tash edhe te Ramazan. Ai që agjeron, nuk ka, nuk pi, nuk ban krejt, deri në iftar prej imsaku. Mirë po këtë punë tjere, po me të shame, me të pime, me krejt tjera nuk i kalon. Ai në këtë drejtim e ka kry farzin në kuptim se e ka agjenu që nuk ka hëngër, nuk ka pi. Mirë po gjëra tjera që kërkohen prej agjerusit ai nuk i ka po. Pikërisht, si ki borxhliu i dit, borxhin e kthej, nuk ka më borxh edhe ki ka agjeru, nuk mund t'i thush duhet të agjerosh prap, mirë po çka, se vap nuk ka marrë prej atij agjerim. Pra kjo është dallimi esencial në mes të atij që agjeron, vetëm nga gjërat fizike, vetëm nga gjërat materiale, vetëm nga haja dhe nga pija, dhe atij i cili realisht agjeron për i takon pra nivelit të ditë që do ta shpjegojmë. Pa kjo është niveli i parë i agjeruosit që tham, ai vetëm nuk ka, nuk pi për aspekte tjera, nuk i merr parasysh. E ka është niveli dytë. Niveli dytë i agjeruosit është ai cili nuk ka, nuk pi, nuk i bën
veprime tjera që prishin Ramazanin. Dhe në të njëjtën kohë, agjeron me gjuhë, agjeron me sy, agjeron me vesh, agjeron me duar, agjeron me këmbë. Çka do të thotë kjo agjeron me sy? Ai nuk shikon gjëra jo të lejuara. Nuk shikon gjëra haram çka janë. Agjeron me dorë tash. Ai sa Ramazan se disa, se a bë lotaria atje an kupton, ka shku 100 milion. Agjeroj, po hajmo ta kapje, kështu sa viftar më ndaj duat. Kështu sa xhamia të ndërtoj. Tash ki agjeron, ama me shku ta mbush etiketën ki e bën një haram ati. Më kuptoni? Ka agjeru me gojë, në kuptim nuk ka hangër me luks, por nuk ka agjeru me dorë. Ose u bën dëm njerëz, ose u vjet, ose u bën dëm e tjera për shembull, që bëhen me dorë me dora është sinonim ose në mënyrë simbolike, metaforë për krejt punët tjera që bëhen në mënyrë fizike, pra materiale që i kryet. Agjeron me gojë, me gjuhë. Çka do të thotë kjo? Ai jo vetëm që nuk ha me gojë kështu ushqime, nuk pi ujë, nuk pi cigare, po çka? Ai edhe nuk flet fjalë të liga, nuk merr nga përgoj krejt dinjan, nuk përqeshën njerëzit tjerë, nuk u bën muhabeti njerëzve tjerë, nuk shan edhe nuk fyet. Edhe këto nuk i bën. Pra agjeron me gjuhën e vet, agjeron me syrin e vet, agjeron me veshin e vet, nuk do të dëgjojë edhe gjëra të këqija si e kanë zanat njerëzit, e ke marr vesh morej, thotë jo. Lutem. Unë agjeroj, nuk ka nevojë të më tregoj këto gjëra. Në fakt unë jam musliman s'parin, muslimani edhe pa agjerim këto duhet t'i bëj, kështu ta kemi qartë. Po ja special tash në Ramazan. Unë nuk du veshin tem tash ta ndoti me muhabetet kota të dëgju fjalë kota. Agjeron edhe me veshin e vet. Toni pra, ky është niveli 2 i agjerimit. Këta janë njerëzit që ngritën shpirtërisht manal. Këtë e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe thotë: "Men lem yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk i dhe fjalët e këqija, dëshmitë e rreshme, fjalët e kota, dhe veprimin sipas tyre, le ta dije se Allahu nuk ka nevojë ta lënë hajën edhe pijen. Me një hadith tjetër thotë: "Ka shumë agjerues që prej agjerimit të tyre e kanë vetëm urinë dhe ecjen, do me thonë vetëm barku që uri bosh, edhe goja që u thahet për ujë, se vapen nuk kanë. Dhe ka shumë njerëz që falen, thotë, po prej faljes që e bëjnë natën e ka për qëllim, vetëm që ngelin pa fjet kur gjë tjetër, nuk kanë. Pse çka? Qëllimi është kur ata punëve tjera nuk u largohen. Kështu pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu na ka mësuar që ne pra në muaj Ramazan agjerimin ta përdorim si mjet për të arritur qëllim. Si thotë edhe Allahu xhaleshanu, pse va ka bë obligim agjerimin? Kutiba alaykumus siyam, ju është bë ju obligim agjerimin. Kema kutiba alel ladhina min qablikum, siç është bë obligim edhe atyre para jush, la'allakum tattaqun, që ju të bëni devotshëm, do të thonë Zotin ta respektoni, keni frikë, respekt ndaj Zotit. Jo frikë nga kuptim se Zoti do të mbrasë, jo. Por qëllimi jo, frikë, respekt, devotshmëri, për kushtim, për ulësi ndaj Zotit. Për këtë është agjerimi. Pra krejt këto i ka për qëllim agjerimi. Ta agjerosh me krejt këto pjesë të trupit tonë, atëherë ke mbrijat nivelin më të lartë se niveli i parë. Po niveli 3 çka është? Niveli 3 është kur edhe me mendime pra ti agjeron. Se ne diser nuk flasim, tamam, nuk shajm, nuk fir. Ama në mendën a shkon. Edhe thot se agjeroj, ama pa ndryshe mo kësha agjeru, krejt ndryshe do t'ishte. Tash do të thotë kjo, në kokën tënde ajo qarkullon. Ai cili agjeron realisht, niveli 3 i agjerimit, ata që arrin këtë nivel, ai pra mundohet që ndale rrugën shejtanit edhe në mendime. I largon thotë udhu billahi në shejtanir rajim, nuk le hapësirë për shejtanin as edhe në mendime, do të thonë të shkojë. Këto pra vëllezër dhe motra të nderuara janë 3 nivele të agjeruarve. Këtë ne nuk e dim kush ku është, as ju nuk e dini unë cili nivel jam, as unë nuk e di ju në cili nivel jeni. Por këtë duhet çdo njeri vetë ta përcaktojë. Për agjerimin, Allahu xhaleshanu ka thënë unë në veçantish përblej. Pse?
Se agjerimi është dëshmia ma e madhe e sinceritetit në adhurim. Se askush nuk e di ti agjeron apo nuk agjeron. Nuk e di askush. Ti kur shkon shtëpinë tënde ti mund të hash pish, jashtë kur del thoj jo agjeroj. Pra te Zoti, ai që agjeron supozohet se agjeron sinqerisht. Pse? Sepse ai nuk e shef askush jashtë Zotit kur është në shtëpi. Mund t'i bëjë krejt për ai agjeron, që thot se e ka qëllimin e pastër. Atëherë pra për atë dhe Allahu Gjellëshanu thot, për krejt punë shpërblimi shumë fishohet, 1 me 10, 1 me 700 të sadakaja, po edhe ma tepër, shumë fishohet. Thot me përjashtim të agjerimit maleni, do thot qka edhe shumë fishimi është pak, shumë fish është pak për sëri. Unë e kam shpërblim, se aj që e ban sinqerisht për mua. E lusim Allahun e madrishëm që ne qemi pre atyre të cilët sinqerisht për të do të agjerojnë. Të cilët do të mundohen muajin e Ramazanit të marrin si rrugë për të arritur tek kënaqësia e Allahu Gjellëshanuhu dhe do të agjerojmë me gojën tonë, me gjuhën tonë, me veshët tonë, me sytë tonë, me duart tona, po edhe me mendimet tona. Lusë Allahu Gjellëshanuhu që ashtu siç na mundsoi ti mbrim edhe këto ditë inshallah ti agjerojmë, na mundsoje edhe ditët e vazhdimit inshallah ti agjerojmë dhe të krijojmë sa më tepër adhurime në këtë muaj të bekuar. Walillahi Fatiha.